Kjo pjesë është tashmë e mbuluar me kurrikullin e Kosovës dhe personalisht nuk e shoh të nevojshme që kjo të jetë një lëndë e veçantë e cila do të ligjërohej dhe do të mësohej në për shkollat e Kosovës. Unë më shumë e shoh të nevojshme dhe të arsyeshme të flasim e të diskutojmë sa duhet të kenë nxënësit një edukim më të mirë dhe një edukim më të thukët të sjelljeve, të moralit të tyre, sepse problemet që shfaqen të kësaj natyre, pra të ngacmimeve seksuale dhe të ngjajshme, kryesisht lidhen me mungesën e moralit, mungesën e edukatës, kurse si nuk lidhen me mungesën e njohurive të edukatës seksuale. Andaj, gjithmonë, personalisht e preferoj që para se të miremi me trajtimin e një problemi, të bëhet një analizë se a ka ndonjë mënyrë që ai problemi i cili është shfaqur, do thotë të mirën masa preventive që të mos shfaqet ose të zvoglohet ajo masa në të cilën shfaqet në shoqërinë kosovare. Çfarë mase për shembull? Po këto masa e edukimit moral që përmenda është preventiv për eliminimin ose zvoglimin e paraqitjes së ngacmimeve seksuale që vazhdimisht ndodhin nëpër shkolla, por këto nuk janë të vetmet dukuri degeneruese që shfaqen tek shkollat. Po, veç është pika e fundit. Sepse nuk është e vetmja, por është ndoshta pika e fundit ngacmimi seksual që mund të pritet. Natyrisht ne jemi duke trajtuar si fenomen, por siç thash, një edukim moral dhe një sjellje mund të them më e afërt njerëzore e cila do të ligjërohej dhe do të proklamohej brenda shkollës, do të shërbente si preventiv për parandalimin jo vetëm të ngacmimeve seksuale, por do të shërbente si preventiv edhe për luftimin e bulizimit, për zvoglimin e për shembull dukurive asociale siç janë duhani, droga, alkooli dhe mungesa e respektit që është jashtëzakonisht e shprehur nëpër shkolla, mungesa e respekti për njëri tjetrin, do thotë në mesin e nxënësve, por edhe në aspektin vertikal, pra për mungesa e respektit dhe edhe për mësimdhënësit, do thotë. Sonja Krasniqi? Mendoj që së pari kjo temë është shumë e ndihshme.